Kryeministri Edi Rama ka kërkuar një mandat të fortë për Partinë Socialiste më 11 maj në rubrikën Sy më sy. Ai u shpreh se fitoria nuk vjet në diskutim, por se një mandat i fortë duhet që askush të mos dalë në rrugën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Futja jonë në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe është një çështje ekzistenciale. Nuk mund të rrim veç, nuk mund të rrim jashtë, nuk mund të jemi delja që e ha ujku. Duhet futemi aty. Aty e kemi vendin, aty kanë dashur ta shohin Shqipërinë të parët tanë, duhet Shqipërisë pasaport evropiane. I duhet Shqipërisë pasaport evropiane, se në momentin që futemi në Bashkimin Evropian, kemi edhe një buxhet ekstra nga Bashkimi Evropian. Në gjithë këto vite, në total, kemi marrë nga Bashkimi Evropian një mbështetje 1 miliard, diçka më shumë se 1 miliard. Me futjen në Bashkimin Evropian është viti më shumë se 1 miliard, çdo vit. Rama u ndal edhe tek momenti kur Shqipëria do të jetë pjesë e Unionit, duke thënë se pavarësisht përpjekjeve për integrim, mund të mos jetë ai personi që do të ulet në tryezën ku shkruhet Albania. Kjo pasi mandati qeverisës mbaron në 2029, megjithatë u shpreh I bindur se përfaqësuesi I Shqipërisë pra kryeministri I ri do të jetë sërish nga Partia Socialiste. A jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania, apo është dikush tjetër, kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë jam ama do ta vë atë Albanin atje. Do ta vë aty edhe do ta marr për dorë kush tjetër. Çfarë do të jetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë të jetë socialiste. Por marr për dorë, i them ulu tani. Edhe vazhdoni ju gjenerata e TikTok-ut drejtoni Shqipërinë, se do ta kemi vënë TikTok-un në vijë, do ta vëmë shumë më shpejt TikTok-un në vijë bashkë me kompaninë se po punojmë. Ajo që ne po bëjmë nuk është që e kemi mbyllur TikTok-un një herë mirë, por e kemi mbyllur, po e mbyllim tani domethënë ditë për ditë po ngushtohet, e ke parë që është vështirësuar derisa vërtet këtu. Po ndërkohë me kompaninë TikTok ne po punojmë dhe po presim që na bjerë një plan për filtrat që vendosi për të siguruar fëmijët, për të minimizuar bullizmat, për të futur gjuhën shqipe, për të stimuluar me algoritëm ato programet e reja që ka për shkencën, matematikën etj, dhe natyrisht edhe për argëtimin. Kështu që lëre mos të dëgjoj Bufin do hysh në histori, kështu do hysh në histori ashtu, se Bufi për vete e ka kryer me histori. Bufi le të rrotullohet nga doj në histori, e ka vendos veten në një pjedestal me kallama, Buf kënete. Mos dëgjoj Bufin, mos shko mbrapa Bufit, se të ha.